Decis 1 dhe Vllaznia 0, kjo është rezultati i miqësorës të luajtur sot me Tuzë Malizin në këtë miqësore të dy skuadrave me traditë në të dy vendet përkatëse. Me Asim Djokovic, ish futbollistin kampion me Vllazninë 2001-shën, tashmë zëvendëstar me ekipin e Decicit. Urime për fitoren, profesor. Faleminderit për urime, po sinqerisht nuk ka tash një rëndësi fitoria. Rëndësi e madhe ke bëne me bani ndeshje miqësore, me bani ndeshje bukur. Tash fitoria mundet a ne ose kënej, por nuk ka tepër rëndësi fitoria për si fitore. Ndeshja ki e bukur, duket që Vllaznia kitë që disa pika që disa kuj mungon, por mendoj që ka me bani Vllaznia i ekip mirë. Të dyja skuadrat luajnë janë në përgatitje sipër për Kupat e Europës. Sa mendoni që i vleti kjo miqësore, edhe Vllaznisë edhe Decisit? Po çdo ndeshje vlen, me siguri, është shumë ndeshje mirë, sidomos për Kupat e Europës që luajmë edhe ne edhe Vllaznia, kështu që është shumë mirë edhe për ne edhe për ta me bën ndeshje të mira, ndeshje të forta. Vllaznia ekip shumë i mirë, edhe ne kena ekip mirë, kështu që është mirë për ekipe kur janë dy ekipe të forta dhe bëhet një ndeshje e bukur. Si është atmosfera në Tuzë pas fitores të kupës së Malizin nga ekipi i Decicit? Shumë mirë, është prit 100 vite gati mu fitua kupa, jem mos e të kënaqur. Tash po shohim Kupat e Evropës si kam jetë puna, por jena një rrugë të mbarë, menoj. Sot është hedhur shorti për turin e parë dhe ekipit të Decicit i kanë rënë të luajmë një skuadër nga Maqedonia e Veriut. Po. Ju pëlqen shorti? Po normal që na pëlqen, po gjitha ekipet në Ballkan janë përafërsisht, gjitha pak ka diferencë, ndoshta Serbia, Kroacia, të tjerat Malizi, Bosnia, Kosova, Shqipnia, Maqedonia, hajde, mendoj që janë aty përkatësisht. Duke u kthyer tek Vllaznia, çfarë ju pëlqen më tepër sot tek skuadra kuqe-blu? Te Vllaznia gjithmonë më pëlqen gjithçka. Te Vllaznia nuk mundi me pa mungesa, pa disa gjëra shumë të mira. E shpresoj që ka me bëjë Edi një ekip mirë. Këtë vit që afrua Vllaznia, po shpresoj që ta bëjë një ekip, se duhet Shkodrës një ekip i fort për dalë kampion. Asim Djokovic dhe Edi Martini kanë qenë në formacionin e Vllaznisë kampione. Tashmë Martini ka marrë drejtimin e skuadrës Vllaznisë dhe ju jeni zëvendëstar tek Decici. Pra, një provojë tjetër. Po normal është tash kur kalon atë ton jetën jena në futboll. Kështu që uroj Edit bashkë me Sinarin e me gjithë stafin e me presidencën e që t'ja dalin se ka është koha Vllaznia me më shpall kampion, me marrë kampionat. Ishim me Asim Djokovic që ishte futbollistin kampion të Vllaznisë dhe tashmë zëvendëstar tek Decici. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Faleminderit shumë.